Deputetët e Partisë Demokratike Gjinxhoni dhe Kastriot Piroli pan nga afër situatën e krijuar nga moti i keq në Kurbin. Gjatë takimeve me banorët, deputetët konstatuan mungesë të plotë të vëmendjes nga autoritetet vendore dhe ato qendrore. Sipas tyre, problematikat e përsëritura ndër vite nuk janë adresuar me ndërhyrjet e nevojshme parandaluese, duke bërë që dëmët të jenë më të mëdha. Një tjetër çështje shqetësuese evidentuar gjatë inspektimit ishte fakti se ende ka familje të mbetura të pastreha që prej tërmetit të vitit 2019. Deputetët u shprehen se shumë prej tyre vijojnë të jetojnë në kushte të rënda, në banesa të rënuara, ku çdo rreshje paraqet rrezik të përditshëm. Deputeti Gjinxhoni kritikoi propozimin për uljen e buxhetit të bujqësisë nga 5% në 2.5%, duke cilësuar të papranueshëm por një sektor kyç që siguron jetesën e mirë a familjeve në zonat rurale. Si që shifni edhe vetë, situata dhe rruga është totalisht e shkatruar në pjesën e lumit të Drojës. Sot qytetarët dhe banorët rreth 100 shtëpi që ndodhen janë të bllokuar totalisht. Kjo tregon papërgjegjshmërinë e organeve të qeverisë vendore dhe njëkohësisht edhe të qeverisë qendrore për mungesën e investimeve në zonën dhe në qarkun e Lezhës dhe kryesisht në pjesën e Kurbinit. Padyshim që kjo është edhe mënyra se si buxheti për bujqësinë nga 5% i cili është premtuar nga ana e qeverisë Rama me projektin i cili besoj javës që vjen do kaloj në kësaj jave dhe javës që vjen do diskutohet edhe në parim dhe nen për nen, rezulton që ka zbritur në 2.5%. Tregon që situata është alarmante, këto banorë sot janë në mëshirë të fatit, organet e qeverisës qendrore dhe vendore nuk kanë marrë as edhe një mas, megjithse kjo situatë ka qenë edhe para 2 vjetëve në këtë zonë. Kërkojmë ndërhyrjen që situata të zgjidhet në mënyrë urgjente, pasi siç shihet edhe nga parashikimi i motit, rreshtet e shiut do vazhdojnë edhe për një javë gjys në ritme shumë të larta. Deputetët i bën thirrje pushtetit vendor dhe atij qendror të ndërhyjnë me urgjencë për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga përmbytjet.